E din kush duhet t'i udhëheq, andaj kërkojnë revolucion kudo. Kësaj here mbi 200 iranian dolën në protestë në Itali për të kërkuar ardhjen në pushtet të princit të kurorës, pas vrasjes së udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Madje turmat e mbledhura në Rom falenderojnë SBA-n e Izraelin për ndërhyrjen ndaj sistemit të vjetër. Sot jam këtu kryesisht për të falenderuar presidentin Trump dhe gjithashtu Netanyahun për ndihmën që na dhën për të eliminuar udhëheqësit e regjimit të përgjakshëm në Iran, për ta çliruar Iranin, për atë që bën për të na çliruar. Ju lutem na ndihmoni ta përfundojmë këtë regjim. Edhe një tjetër ndihmën e konsideron të domosdoshme. Kishëm nevojë për këtë ndihmë. Me duart tona të zhveshura nuk mund të bëjmë asgjë kundër këtij regjimi të përgjakshëm. Demonstruesit thanë se kjo është betejë e fundit ndaj regjimit. Djali i shahut të fundit të Iranit, Reza Pavli, ka qenë në mërgim për gati 50 vjet, por po përpiqet të pozicionohet si lojtar në të ardhmen e Iranit.